Ajo ka qenë shtylla kryesore për kumgullsin teme për me shku manina. E shtylla jo, dhe shpis, do më thonë, po edhe... E shpis, po se po, në qoftë se merre për punë karrierën time. Shtu ka bo barë, po ta ka lecu gjysmën. Absolutisht. Ajo edhe në film të regon, i ka marrë teatri do në thashë, 200 metra ka në shfin. Ka kalu qasajt e ka porta e klubit, ka shku me që fëmijën të mjeku, me temperaturë, ka anë shpi, unë s'kom ditë këgjon. Gjdo femën, atëherë dhe tash, kishtë tërkin dirë më unë, Qka je, ka barë? Që djali smut, ja, qika smut. E se vetë ka dash që ti të kesh sukses në atë pasionin tëndë. Dhe falenderej pa mos, do thotë, unë nuk do të isha që ky që jam, atë sa jam. Si e ka emrin zonja? Nexhmije. Zonja Nexhmije, të përshëndesim e të përqafojmë. Sepse ka pas vetëm një, ka pas edhe rashte tjera. Ka pas edhe rashte kur disa, po një shok sidomos, kur është martu e ka braktiske sport. Ka qenë shumë adhurus. Mu ka dhinë të muaj. A u dërzojshin do, a? U dërzojshin sepse... Se ka dhe do që si në martu të na e kanë lënë edhe mjekësin. Ka do që ashtu në. Ajo u ktheva pas luftës dhe përsëri vazhdove pasionin tënd. Pa tjetër pas një ndërpremje pas kërë ne për 50 e so vjetë që kom ushtru unë. 50 e më shumë vite, a? Ma shumë, gati 60, që se morë me ato peshat e ato hershme, që se i riki që fillu. Nëse më lidhen krejt, lufta, vdekja e babajt, nonës, ngjarje e tjera, krejt nuk janë 2 vjetë pauzë. Nuk janë 2 vjetë pauzë. Me gjithë pushime vjetore. Zbesoj që jenë ma shumë se 24 muj. Po, prandaj e ka që fit kështu në... Po... U ktheve në Kosovën e Lirë dhe mbaj mend që në Pallatin e Rinisë ke bo qudina, me bashkëpunëtorët shumë, po ke bo qudina prap me pare gjepi, me përkushtimin tënë. Shumë e vërtet është edhe u kallë me 25 shkurt 2 mitës u bo shumë me hi klubi. U mërzite? U mërzita te mos. U mërzita ma shumë për fëmi se sa për veti. Sidomos djali jam i madhe, ja nisi me qajtë dhe tha, a i e kapi nonën në vetë për qafe, e thash, gzim. Thash, për tepi besën, thash që i këmë e bo klubin edhe matë mirësi që ka qenë. Me i thonë të drejtën atere, jo që s'kisha kufrar baze për ato që i thash. Se s'kisha as lek, s'kisha kufrar mundësie, po e thash, po me gjithat e ja rritë. E rikëtheve për sëri. Tani është një palestër që javlen. Edhe ajo vazhdon të jetë në Pallatin e Ri. Aty është edhe sot e kësaj dite. Edhe të pres me orë një kafe, me pije, me këshyra ambientin. Me patjetër se pak para se me u kallë, që thojmë na, para se me u ndez, kam qenë. Kemi qenë bashkë dhe jam fascinua atër me gjithat punë, me atë përkushtim, me atë pasion edhe vazhdon. Keni shumë antarë? Kemi antarë shumë edhe ajo që mas shumë të më imponon është që kohën e fundit përqindja e meshkuj dhe femna ka nis gati edhe pak, kohë edhe do të barazohet. Në u barazu? Ne kemi pos përqindjen për shama të fillim 10% femna, 15, 20, 35, po ecën. Dhe ne aty, na ushtrojmë të ashtë, kemi trenirën e veçantë që ushtrojnë edhe fëmijën adoleshent. Sepse unë e kom për herë të parë në Kosovë 2016 shkollën e fitnessit për adoleshent. Ajo është aktualisht të punu. Sepse prind po vinë po ushtrojnë për veti dhe presin fëmijën derisa ata përkryen, në fakt presin, njëjtën kohë dhe përshkojnë. Dhe është mrekullia e Zotit. Me që jemi tek ajo, po rritet numri i femrave, tash më shumë përkushtuara ka fitnessi, se besoj që bëjnë shumë muskuj. Po a kemi femra me muskuj? Jo, se programi na e kemi... Edhe mos na i pregaditni se po na rrehin ku në na... Programi është i paracaktuar për zhvillimin harmonik dhe proporcional të trupit. Jo krijimi i muskulaturës, natyrisht krijimi i forcës, qëndrueshmërisë, fleksibilitetit, e krejt këto, por jo krijimi i muskujve. Edhe mendojnë ne njerëzit mos të ushtrojnë se po krijoj muskuj, të krijosh muskuj nuk është punë e lehtë. Ja. As për mashkuj, për femra vështirë, sepse sidomos për femra është jashtëzakonisht na mos pari nuk merrem me atë lloj trenazhe apo treningu që është i cili krijon muskuj, flas për femra.
Tash, e kemi federatën e bodybuilding? Po, federatën e kemi, funksionon. Në kuadrë të Komitetit Olimpik? A është kategori olimpike jo? Nuk është kategori olimpike. Nuk është. Po në kampionate merr një pjesë? Po, pa tjetër marrin. Sa janë përhapura klube tjera në për Kosovë, se juve paka shumë si dallëndyshe, keni shku edhe në qytete tjera? Ka shumë klube tash, ka në Prishtinë, Pegja, ka Ferizaj, po dhe mos t'i përmene ke qytete ka shumë. Ka qenë problem viti 82, kur thash. Se unë kur e dhash, unë kur e dhash premtimin atje në Vojvodin se do të bëj federatën, unë kishëm klubin Atleti, edhe ka qenë një klub në Pej, me 2. Kushti ishte 4 klube. Dhe unë që e përmena Besim Alili, Al-Latifi, Avni Ajdini, edhe disa tash sigurisht, edhe ne kemi shku në Podjeve, kemi formu klubin, edhe kemi regjistru, shumë gjako, qashtu, edhe në Ferizaj, e kemi bo krejt dokumentat. I bot ma shumë se 4 edhe e bot federatën. Dhe tash është problem. Absolutisht problem. Tash është problem, është me orientue kandidatët që vinë pa marë parazysh, a janë adoleshent, a janë femna moshke, në mënyrën e drejtë të ushtruarit, mënyrën e shëndetshme. Ka fazat të seleksionimit ose të drejtimit të themi? Ka fazat seleksionimit, ka faza edhe janë programet e veçanta, ne kemi një diamant, formë diamantit, janë 4 monitor, kur janë programet e veçanta për femna, për moshkur, për krejt. Do më thone, bëni një farë patronazhimi kështu? Absolutisht, atë reazhimi, me shkuna... Po edhe na uzimet, unë shtroj 4-5 herë një altë. Sot ma ki bësh një trening. Au? Ma ki bësh sot. Po mbanë. Dhe unë aty ushtoj për veti dhe uzoj njerëzit që janë aty. Nuk jam trener personal, sepse jam djemt aty, edhe është trenerja, por ju uzoj mënyrë volonteri kështu. Dhe edhe për ushqim, edhe për ushtim, edhe për krejt. Dhe nga klubi jonë, zakonisht, po kësisht e zakonisht dalin njerëz që dalin të shëndetshëm. Pa lëndime dhe pa probleme tjera shëndetësore, ti e vetë mjek e din sot aktualisht me çka njerëzit mund eventualisht mirën. Absolutisht. 60 vjetë efektivitet në punën tuaj, edhe sa numra du të mja qitë për me kuptu moshën tuaj? Qiti 60 vjetë punë? Edhe mja 14. Edhe 14! A duket më i viki si 74 vjeqar? Tash më s'na shtymet shtime... E kom lezu një bestseller Ikigai. Dhe dikun kuptimi jetës. Mu i me thonë tash edhe qka shkunat që thot për kuptimi, që është kuptimi jetës. është i knaqën do t'jen edhe është me fat aj që numëron jetë. Një 2, 70, 50, sot numëron. është me fat. Aj që ndërpren me numërimin... është i pa fat. Po. Absolutisht. Kuptimi jetës të bukuria jetës, të mrekullia, po edhe të numërimi, edhe të që kë numërimi mirë. Normal. U bafsh shekular. Shekullor. Shekullor, po. Ja, unë ty të dëshiroj Moses, 120 thonë. Kuptimi, vishtë të tash, me si që përmena, kuptimi jetës si masati, bestselleri, në kupton kënaqësia e të qenurit gjithë një i zënë. Që do të thotë që gjithmonë ke për krijuar, për punuar aktiv. Sikur emisioni gjithë që shkon çdo javë, që punon sot, nesër, masnesi. Sepse të gjithë ata që e ndërprejnë rrugën e ecjes, ata duhet me dalë tash pastaj sikur treni. Si të nalet rrin, pastaj ose duhet me dalë pe shinave, ose duhet me quhe në kurishtë. Në kurishten. Zotri Idris Humolli, njeriu që absolutisht është bërë këtu e 60 vjetë më pare, ka fillu një rrugtim që e ka bërë emblem Prishtinës, emblem të këtij sporti, emblem të Kosovës, pa sidomos të Prishtinës. Po kthehem veç pak, si fëmijë, si e kujton Prishtinën? Prishtinën e kujtoj me rrugë, me bajt, me loq, nuk e di cila fjallë është e përshtatshme, e kujtoj Vellushër, Prishtefkën, po Vellushër aty mas teatrit Dodona. Çfarë lodrash kishit? Çka lunit kur ishit krejt fëmijë?
Luaj shumë nuk i di as vetë, me dos. S'moj me paramendu, po çfarë Prishtina që për të rregoj, unë në shkollën fillore na pe shtëpisë 200 metra, shkolla e Naxhika tash, që është aty do mund krejt i bon diku 300-400 metra. Unë pe shtëpisë edhe kum posë edhe 2 shokë aty, kur shkojshëm te ajo reka aty, çizmet i mashëm i lajshëm as pari çizmet. Pastaj do të kemi shkuar në shkollë se ja e pjesë kon pak më e shtruar në kaldërëm, që ai thon knena kon këtë lloç. Dhe çajo kon rinia, çajo kon pjesa adoleshente e jura. Po më pas një rini pak, kur fillon me studiu juridikun, ju keni qenë edhe student i shkëlqyri juridikut, keni punu si jurist më pas? Po, unë kom punu 35 vjetë në qendrën e studente. Jurist? Po, si jurist, kom punu një kohë gjatë si drejtori i zyrës ligjore, dhe jom pensionu në 5 vjetë e fundit, kom punu si zavend drejtori i përgjithshëm i qendrës studente. 35 gjenerata e kompetitiv. Pjesë e bukur edhe kjo, me të rritë, me rinin, ku e njofte zonjën tënde? Zonjët e, kur të shef ajo emisionin, zonjëve ka me thonë, Idris, kalzo drejt. Kalzo drejt, Idris kalzo drejt, pra.